Në Bruksel po zhvillohet gjyqi i Franz Çopjas dhe 8 të tjerëve për vrasjen e Ardit Spahiut në Molenbeek më 27 nëntor 2020. Franz Çopja, udhëheqës i klanit të njohur shqiptar Çopja, po gjykohet si porositësi kryesor, ndërsa disa bashkëpunëtor janë ende në arretim. Vrasja lidhet me rivalitetet të dhunshme mes klanit Çopja dhe klanit rival Alibej, të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Franz Çopja i ekstraduar nga Dubai në dhjetor 2023. Ka investuar në pasuri të paluajtshme në Shqipëri për pastrim parash dhe ka një urdhër arresti ndërkombëtar për vrasje dhe drejtim organizate kriminale. Hetimet belge u ndihmuan nga provat digjitale të aplikacionit Sky ECC, që lidhën direkt Çopjan me krimin. Pas një seance fillestare të kushtuar çështjeve procedurale, gjyqi vijon këtë të premte me leximin e aktakuzës prej 200 faqesh. Në seancën gjyqësore, Franz Çopja mësohet se është prezantuar si agent imobiliar. Një borplasje e dhunshme shpërtheu në burgun e Reçit në Malsinë e Madhe, ku 2 të dënuar, Asmer Bilali dhe Mikel Thani, u konfliktuan fizikisht dhe psuan dëmtime të rënda. Ngjarja ndodhi gjatë drekës kur një debat mes tyre degeneroi në sherr dhe Thanit ju bashkuan disa të burgosur të tjerë duke përkeqësuar situatën. Rojet ndërhyn për të ndarë palët, ndërsa të dy u transportuan urgjentisht në spitalin e Burgut në Tiranë për trajtim të specializuar. Mikel Thani është arrestuar në vitin 2015 për plagosjen e prindërve të ish të fejuarës dhe një të miture, ndërsa Asmer Bilali ishte pjesë e hetimeve të dosjes Metamorfoza. Ky nuk është incidenti i parë i dhunshëm në Reç, pasi më parë një përplasje tjetër midis të dënuarve ka shkaktuar lëndime e ndërhyrje të forcave të sigurisë. Policia e Lezhës dhe Kurbinit ka arrestuar një 37 vjeçar dhe ka proceduar penalisht vëllain e tij pas një operacioni të koduar risku në fshatin Gjorm. Gjatë kontrollit në banesë, 37 vjeçari tentoi të largohej duke hedhur nga muri një çantë me një pistolet dhe municion pa leje, por u kap nga policia. Ndërkohë, në automjetin e të vëllait u gjetën bijuteri floriri dhe 4 orë dore luksoze, burimi të cilave nuk justifikohej, duke bërë që ai të procedoret penalisht. Materialet u referuan prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar burimin e sendeve me vlerë të sekuestruara. Policia ka arrestuar një 19 vjeçar i cili dyshohet se plagosi me thik një bashkëmoshatar gjatë një konflikti për motive të dobta. Operacioni i koduar Catch u organizua nga Komisariati i Policisë nr. 2 në Tiranë si pjesë e masave për parandalimin e veprimtarive kriminale dhe kapjen e personave në kërkim. I riu ishte shpallur në kërkim që prej 23 nëntorit të vitit kaluar dhe materialet procedurale janë dorëzuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia njofton se operacioni u zhvillua me bazë informacione të siguruara, duke garantuar kapjen e të dyshuarit dhe vendosjen e tij në pranga për plagosjen e të riut. Një 30 vjeçar shqiptar u arrestua në Itali pasi gjatë një sherri në një bar pastiçeri plagosi me thik pronarin e lokalit që ishte babai i kamarierit dhe të birin e tij. Ngjarja ndodhi pas një debati mbi shërbimin e pijeve alkolike. Klienti në ndikimin e alkoolit u nxor jashtë nga babe bir dhe aty sulmoi me thik. Pronari u plagos rënd dhe u dërgua në spital ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Kur mbërriti policia, i dyshuari u gjet me dorezën e thikës ende në dorë dhe u neutralizua për shkak të sjelljes agresive. Gjykata e Rovigos konfirmoi masën e paraburgimit, ndërsa shqiptari akuzohet për 2 tentativa vrasjeje. Ai tani ndodhet në izolim ndërkohë që hetimet vijojnë. Në Romont të Zvicrës, punonjësit e Nespresso zbuluan gjysmë ton kokaine të fshehur në një kontejner kafeje, e cila vlerësohet rreth 60 milion franga zvicerane. Droga ishte nisur nga porti brazilian Santos, kaloi në Antwerpen dhe Frekendorf përpara se të mbërrinte në Romont. 3 shqiptar të moshave 31, 32 dhe 34 vjeç dyshohet se po përpiqeshin të nxirrnin kokainën, ndërsa pritet të dalin para gjykatës penale të Basel-Landschaft nga 21 janari në akuza për shkelje të rënd të ligjit për narkotikët. Hetuesit u mbështetën në pamjet e kamerave të sigurisë, telefonat celular dhe vetë veprimet e të dyshuarve, të cilët kishin organizuar baza dhe takime të fshehta në Zvicër. Droga me pastërti mesatare 99% u gjet në thas kafeje të shënuar me kryq blu, ndërsa operacioni i dyshuar ishte një përpjekje e dështuar e tipit rip-off. Të 3 pandeurit ndodhen aktualisht në paraburgim, ndërsa hetimet ndaj anëtarëve të tjerë të grupit vijojnë. Një zjarr i madh shpërtheu në tregun e rrobave të përdorura tek ish-uzina Dinamo në zonën e Medreses në Tiranë, duke përfshirë rreth 100 magazina dhe dyqane. Pamjet tregojnë se flakët nisën nga një dyqan dhe u përhapën shpejt për shkak të materialeve lehtësisht të djegshme, duke shkrumbuar plot 50 prej tyre. 10 zjarr fikës nga Tirana, Kam, Zavora dhe Elbasani me mbështetjen e forcave të armatosura punuan gjatë natës për të izoluar zjarrin dhe për ta vënë atë nën kontroll.
Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por dëmet ekonomike llogariten në miliona euro dhe qindra tregtar u prekën rënd. Hetuesi dyshojnë se shkëndija elektrike nga kabulli i paneleve diellore shkaktoi zjarrin, ndërsa incidentet paraprake mes tregtarëve dhe përgjegjësve të tregut kanë çuar në ndërhyrjen e sotme të policisë. Përmbytja e madhe e datave 6 dhe 7 janar me dëme të mëdha është dëshmi e faktit se kryebashkiaka e Durrësit Emiliana Sako, varësitë e saj dhe kompanitë private të lidhura me ta kanë vjedhur fondet për evadimin e ujrave duke e lënë qytetin në mëshirë të fatit. Për këtë katastrofë të krijuar jo nga rreshjet, por nga hajdutëria e kryebashkiakes Emiliana Sako dhe grupit të saj, drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Suela Beluli ka urdhëruar nisjen e hetimit menjëhershëm për shkaqet e vërteta të përmbytjes në territorin e kësaj bashkie. Në këto të dhëna pritet që prokuroria e Durrësit të marrë si indicie edhe provat që ka publikuar pamfleti sipas të cilave shkak i përmbytjes janë vjedhjet e kryebashkiakes së Durrësit Emiliana Sako dhe grupit të saj në tenderët për hidrovorët, rrjetet e kanalizimeve nën-toksore dhe mbi-toksore si dhe mos funksionimi i tyre. Në regjistrimin e çështjes penale, prokuroria e Durrësit ka përfshirë edhe humbjen e jetës së 54 vjeçarit Astrid Hysenaj, punonjës i ndërmarrjes komunale Plazh Durrës, i cili ishte angazhuar për të përballuar përmbytjen në atë zonë. Bazuar në dëmet e konsiderueshme të evidentuara deri më tani si në infrastrukturën publike ashtu edhe në pronën private, hetimi do të kryhet për veprat penale, shkatrimi pronës me përmbytje dhe shkatrimi pronës nga pakujdesia. Një fabrik dyshekësh në lagjen Piskot të Gjakovës është përfshirë nga një zjarr i madh. Policia njoftoi se fatmirësisht nuk u shënuan lëndime në njerëz, ndërsa pritet verifikimi i plot i dëmeve. Kompania konfirmon se punëtorët u evakuuan në kohë, por shkaqet e zjarrit ende nuk janë të qarta dhe dëmet materiale nuk mund të llogariten sakt për momentin. Kryetari i komunës Ardian Gjini e konsideron ngjarjen një humbje për kompaninë dhe qytetin e Gjakovës. Për zjarrin që i mori jetën 40 personave në resortin në Zvicër, autoritetet kanë nisur hetimet edhe ndaj menaxheres Jessica Moretti, 40 vjeçë. Ajo u filmua duke u larguar me arkën e parave të mbrëmjes, ndërsa flakët vdekjeprurse përfshin lokalin. Jessica dhe bashkëshorti i saj, Jacques Moretti, 49 vjeç, janë bashkëpronar të barit dhe përballen me akuza për vrasje dhe plagosje nga pakujdesia, zjarrvënie nga pakujdesia dhe mosdhënie ndihmë personave në rrezik. 10 klientë tentuan të shpëtonin, ndërsa pamjet e sigurisë tregojnë menaxheren duke u larguar pavarësisht dëmtimit në krah. Familjet e viktimave kanë paraqitur padi penale duke përfshirë të gjithë përgjegjësit, ndërsa policia po heton gjithashtu punimet e rinovimit të vitit 2015 dhe mbylljen e llogarive të barit pas ngjarjes. Qeveria e Venezuelës ka nisur lirimin e një numri të konsiderueshëm të burgosurve politik duke përfshirë qytetar vendase të huaj, një veprim që autoritetet e përshkruajnë si një gjest paqeje për të nxitur bashkëtesën paqësore në vend. Kjo ndodh vetëm pak ditë pasi ish-presidenti Nicolas Maduro u kap dhe u dërgua në New York nga forcat amerikane për të përballur me akuza për trafik droge. 5 shteta spanjoll përfshirë aktivistën e të drejtave të njerëzit Rocío San Miguel u konfirmuan të liruar nga autoritetet spanjolle. Emra të tjerë të profilit të lartë si lider opozitar dhe gazetar raportohet se janë liruar gjithashtu. Autoritetet venezueliane në drejtimin e presidentes përkohshme Delcy Rodriguez dhe të vëllait të saj Jorge Rodriguez thanë se lirimet ndodhin për të ndihmuar bashkëtesën paqësore pa dhënë saktësisht numrin e të liruarve. Organizatat për të drejtat e njerëzit vlerësojnë se në Venezuelë vazhdojnë të mbahen në burg 800 burgosur. Kjo lëvizje shihet si një hap simbolik në drejtim të zbutjes së tensioneve politike, megjithëse analistët mbeten të kujdesshëm për efektet e saj afatgjata mbi të drejtat civile në vend. Protestat në Iran kanë hyrë në ditën e 12, ndërsa qeveria e Ayatollah Ali Khameneit përballet me një krizë ekonomike dhe përpiqet të shtypë ato. Autoritetet përdorin gaz lotësjellës dhe zjarr për të shpërndarë demonstruesit, ndërsa interneti është ndërprer. Demonstratat kanë nisur për shkak të rënies historike të valutës iraniane, rialit, edhe për hapjes së varfërisë me qendra protestues në rrugët e Teheranit dhe trazira të dhunshme në Mashhad, ku një protestues përplasi makinën mbi forcat e sigurisë. Qeveria i quan protestuesit terroristë, ndërsa një polic u vra me thik gjatë ndërhyrjes. Partitë opozitare kurde përfshirë Komala kanë bërë thirrje për grevë përgjithshme. Nga fillimi i protestave në fund të dhjetorit, 45 persona përfshirë 8 mitur kanë humbur jetën.